ka shumë studime që mbështesin këtë qëndrim që ushqimin luan rol shumë të rëndësishëm. A mund të ndikoj edhe në alergji, diçka jo? Edhe në alergji ndikon ushqimi. Për shembull, ka qenë një studim shumë i madh me 10.000 pjesëmarrës, ku e kanë po nëse ka efekt ushqimin për patologjitë e zemrës, njerëz që vdesin për zemrës. Edhe i kanë po që njerëz që kanë hëngur ushqim mesdhetar, kuzhinë mesdhetare, pa kufizim të yndyrnave, një parvorme vetëm kuzhinë mesdhetare. Dhe i kanë krahasuar me ata që kanë kufizuar yndyrnat, por kanë marrë dietë të rregullt, ka pasur për një avantazh të madh sa i përket prognozës smundjes. Por kështu që shumë është në rëndësi çka hajmë, jo vetëm kualitet në atë kuantitet. Edhe me lëkurën besoj është ashtu. Besnikë përmanë, po kë normal i den këto se ka studium këtë aspekt edhe merret, pasi është trajner, po vitamina D do më thonë dikon shumë, sepse personat që janë do më thonë zakonisht vetëm rana, sepse kam... Por lëkura jo e mirë mund të ndikoj shumë lidhet edhe me ushqimin, apo jo? Po normal, do më thonë, sepse aknët që unë kur vjen pacienti, thëmë sa në të ëmbla, pjetë e gazume, këto pjetë energjike automatikisht në dush me ndalu, fast food, sepse shumë pacienta më thonë e ka ftyrën tepër mirë, thëtë ja kom të pru pak me ushqim, dhe me thonë me ndyre dhe akën... Edhe me njerë reagon, po. Ka reagu. Ma ndej thonë, qka me hangër? O, ki ushqimet të shpijes, ki ushqimet, dhe me thonë, që mund është vetë fibra, ose diqka tjetër me pregadit vetë, se sa me hangër, dhe me thonë, qka sa në të skalës. E ceka për vitaminën D, dhe me thonë, dikon shumë në se përket në lëkur edhe shoh pacienta... Por sa gabojmë ne, duke tentuar të marrim vitaminën D, pastaj në lëkur? Ndikon në lëkur shumë, ndikon edhe... Vitamina D është edhe në ushqim, po dielli, do më thonë, ekspozimi ndaj dielli... Ky dermatolog të dielli nuk bën me dalë fare në diell. Jo, që vjen kundër diellit do të me vendos. Jo, pacienta do të thonë që janë, apo ata njerëz që janë në zyre, do të thonë që punojnë 8 orë, 9 orë, do të thonë nuk dalin jashtë, nuk janë të ekspozuar diellit, ata kanë vitaminën shumë D shumë tolt, për ata do të thonë preferojnë me marrë suplemente, ka suplemente vitaminës D. Po gjithçka natyrale që natyra na jep. Ka peshku, ka do të thonë ka suplemente me omega, mundën, dhe më thënë... Edhe djeli, që ditër me najtë në djel... Jo, s'ki nevoj, ama kur jetet në Mire, kemi një kohë, për shambull, apo për lëkurën, dhe më thonë është një kohë e caktume, që mës me dalë, kur është djeli shumë ma i fort, po normal është, krem kundër djeli. Krem kundër djeli, dhe sidomos dhe më thonë gjatësinë e së verës, gjithë 2 orë apo 3 orë, duhet më apliku, sepse njerëz vetëm më ngjasu, dhe më thonë kur fillojnë në rutinën e ditës, e vendosin edhe ma të ditën jo,